Ka shumë zhvillime politike, zon Albin Kurti me ofertë, Lumira Vëxhiku me kundër ofertë, shiti po çto marrëdhënie politike të kohë të fundit. Në fakt, oferta për Albin Kurti nuk kanë gjithë kësaj për Vjosa Osmanin. Kjo dihet që Albin Kurti nuk e ka votu Vjosën, nuk ka dashur që ta ketë për presidente. Po të kish dashur të shkryj kjo punë shumë më herët para se s'ka doja fati zyrtar. Edhe nuk zyrë të kish pas nevojë as më shku në gjykatën kushtetuese për interpretim. Mirë, po Albin Kurti nuk ka dashur zgjidhje. Ai don zgjedhje. Cili është qëllimi i tij, mendoj që është arroganca, i cili pretendon që do të ketë mbi 60% të votave në Kosovë. Një gjë shumë e qartë, ai nuk e do Vjosa Osmanin. Për herë e ka pas Vjosa mbështetjen e LDK-s, edhe po ta propozonte vendosjen e fillim. Megjithatë ka pas disa oferta zotri Kurti, tash njerë dha dorëheqje prej kryetarit të kuvendit, Rokadën me PDK-n, me LDK-n, pastaj ofroi edhe dje tre emra nëse i propozojnë opozita, domthonë LDK dhe PDK-ja, pra ka pas disa lëvizje zotri Kurti. Përveç kjo shtalli me opozitën, është shtalli edhe me qytetarët e Kosovës, mbi një vit e ka mbajt, rreth një vit e ka mbajt të bllokun kuvendin e Kosovës, sepse thoshte që zonja Albulena, gruaja më e votuar, duhet të jetë kryetare e kuvendit, ndërsa sot çfarë bën ai? Po thotë që po e heq, po e largon nga pozita e kryetarit të kuvendit gruan më të votuar në Kosovë. Me gjasë është duke dali vërtet lajmi që ki dhonë ti para 2-3 javë, dje ke edhe një shkrim i ri që zonja Osman do të jetë Borse Elizë, ndoshta Lumira Vëxhiku do të jetë i dytë dhe kështu do të shkojnë në zgjedhje. Jo me gjas, po si s'kam thënë edhe herën e kalume, nuk dal me spekulime, por me informacione të cilat zakonisht janë të vërteta.